Mirë se vini në këtë shpjegues të ri. Sot, ne do të nisim një nga udhëtimet më të rëndësishme, ndoshta më të vështirë që mund të ndërmarrim ndonjëherë, udhëtimin e zhvillimit ton moral dhe shpirtëror. E dini, ne do të ndalemi të reflektojmë pak mbi artin e lashtë të atyre ndërtuesve të parë. Dhe jo, kjo nuk është thjesht një histori e vjetër rreth disa mjeteve fizike, është në fakt një hartë tepër e thellë, një udhëzues i vërtet për ndërtimin e karakterit dhe disiplinës njerëzore. Është një ftesë e hapur për të vëzhguar me kujdes se si dita ditës formoset vetë thelbi ynë i brendshëm. Pra, lind natyrshëm pyetja, si arrin një gur i ashpër i nxjerr nga mali, të kthehet në një kryevepër. Mendojeni pak thellë këtë. Shpirti ynë vjen në këtë botë pikërisht ashtu, si një gur krejtësisht i papërpunuar, i ashpër dhe i paformësuar. E vërteta është se ne nuk lindim të urtë apo të vërtetshëm ashtu, me magji apo krejt rastësisht, për të kthyer në një kryevepër, në një gur të fortë që i reziston kohës. Kërkohet një përpjekje tepër e qëllimshme. Na duhen instrumentet e duhura, na duhet një vëmendje e hekurt dhe mbi të gjitha një angazhim i palëkundur, çdo ditë për të hequr ato papërsosmëri. Ky është vetëm hapi i parë i rrugtimit ton. Tani, për ta kuptuar vërtet këtë zeje, duhet të bëjmë një dallim të qartë midis dy botëve të ndryshme. Nga njëra anë, kemi atë që i quajmë bota operative. Këtu kemi mjetet fizike, ato të prekshmet, që përdoreshin nga muratorët për të goditur gurin e vërtet. Por ajo që na intereson ne është ana tjetër, bota simbolike. Këtu ndodh e gjithë magjia. Këto instrumente thehen në metafora jashtëzakonisht të fuqishme për diçka shumë më të thellë. Ato ripërfytyrohen si vegla për të rafinuar mendjen, për të zhvilluar moralin ton dhe për të lartësuar shpirtin. Është me të vërtet një kalim magjepsës nga puna fizike e krahut në atë punën e heshtur të pastrimit karakterit. Le të kalojmë tek pjesa e parë e kësaj dysheje. Çekani, simboli i forcës dhe i vullnetit. Që të nisim vërtet procesin e vetëpërmirësimit, na duhet patjetër një forcë jashtëzakonshme e vullnetit. Nuk ka rrugë tjetër. Dhe këtu hyn në lojë Çekani. Ai përfaqëson pikërisht këtë forcë të pastër morale dhe atë energjinë aktive që na jep shtysën fillestare, na jep vullnetin masiv që na duhet për të mposhtur armiqtë tanë të vërtet. Dhe a e dini çfarë? Këta armiq nuk janë kurrë jashtë nesh. Ata banojnë në rehat thellë brenda nesh. Po flasim për pasionet e pakontrolluara, ato zakonet e këqija që i kemi rrënjosur thellë me vite, frikrat që na paralizojnë, egoizmin që na verbon dhe sigurisht atë dembelizmin e përditshëm që fjalë për fjalë vret çdo përparim. Përballja me ta është betejë jonë e përditshme. Mendojeni në këtë mënyrë. Çdo herë që ne e ngrem këtë mjet të rënd dhe godasim në mënyrë simbolike, ne po bëjmë një korrigjim të thellë, të vetëdijshëm. Dhe ti kemi gjëra të qarta. Nuk po flasim për një goditje dhune. Absolutisht jo. Bëhet fjalë për disiplinimin e mendjes. Me çdo goditje, ne fillojmë të shrënjosim dobësitë tona morale, cop pas cope. Për shembull, imagjinoni një goditje të këtij Çekani si momentin kur zgjidhni të shtrëngoni dhëmbët e të heshni në një moment zemërimi të verbër. Një goditje tjetër shkatron ato muret e larta të krenarisë së tepruar. Është një punë që kërkon durim të pafund, shpesh e radhimshme, nuk diskutohet, por është absolutisht e domosdoshme për të formësuar gurin e thelbit ton. Tani kalojmë tek pjesa e dytë e ekuacionit ton, delta, simboli i dijes dhe i edukimit. E shikoni, forca e vetme, sado e madhe qoftë ajo, është tërësisht e pamjaftueshme. Këtu ndërhyn mjeti i dytë thelbësor, që është dalta. Ky mjet është simboli suprem i intelektit ton, i arsyes dhe i atij drejtimit të vetëdijshëm. Dalta përfaqëson pikërisht atë punën e qetë, të thellë dhe shpeshherë të padukshme të mendjes. Kjo përfshin studimin e vazhdueshëm, aftësinë për të reflektuar mbi veprimet që bëjmë, meditimin e thellë dhe edukimin e vazhdueshëm moral. E përkthyer në jetën e përditshme, kjo do të thotë të zgjedhim të lexojmë e të reflektojmë, në vend që të humbasim në zhurmën pafund të botës që na rrethon, duke mësuar të ndajmë të vërtetën nga iluzioni dhe duke zgjedhur gjithmonë virtytin mbi vesin. Dhe kur i vendosim këto dy koncepte përballë njëri tjetrit, një e vërtet themelore bëhet e qartë si kristali. Nga njëra anë peshores kemi atë energjinë aktive dhe forcën e Çekanit, nga ana tjetër kemi arsyen dhe saktësinë kirurgjikale të daltës. Ajo që duhet kuptojmë është se harmonia e vërtetë ndodh vetëm dhe vetëm atëherë kur kjo forcë drejtohet në mënyrë perfekte nga precizioni intelektual. Nuk mund të marrim një gur e ta përpunojmë duke e goditur qorrazi, apo jo. Na duhet urtësi për të ditur saktësisht se ku duhet ta mbështesim daltën para se të lëshojmë goditjen. Ka një shprehje shumë të bukur dhe të goditur për këtë. Një Çekan pa dalt është forcë e verbër. Ky është një paralajmërim jashtëzakonisht serioz për të gjithë ne. Sepse mendojeni pak, ambicia e madhe, vullneti i hekur dhe ajo disiplina intensive kur u mungon plotësisht urtësia dhe edukimi, kthehen papritur në element shkatrues.
Forca e pamase, pas një lloj drejtimi thjesht e thyen dhe e kthen gurin në pluhur. Edhe në jetën reale, veprimet tona të ashpra e pa u menduar mirë na çojmë vetëm drejt shkatrimit moral dhe një kaosi të vërtetë të brendshëm. Por prisni, sepse ka edhe një rrezik tjetër, po aq të madh. Siç thot shpreha, një dalt pa çekan është dije pa veprim. Të kesh një uri pafund, të lexosh çdo libër, të reflektosh gjithë ditën dhe të kesh një mendje brillante, e gjitha kjo mbetet krejtësisht e padobishme nëse na mungon vullneti për të vepruar. Dia, pa të forcën e disiplinës për ta vënë në zbatim, e lë gurin ton të papërpunuar eksaktësisht ashtu siç ishte. Ta keni të qartë, asnjë transformim nuk ndodh vetëm duke ditur se çfarë duhet të bëjmë. Ai ndodh atëherë kur dia përkthehet në veprime konkrete, çdo ditë e nga pak. Kjo na çon tek seksioni i tretë i këtij udhëtimi, sinteza, ose ndryshe, veprimi i drejtuar nga dia. Këtu fshihet sekreti i vërtet. Thelbi që na zbulon kjo metodë lashtë qëndron tek arritja e një harmonie absolute. Të dyja këto mjete duhet patjetër të punojnë në një unison të përsosur. Është ky bashkim, kjo martesë mes forcës dhe urtësisë që vën lëvizje të gjithë procesin e transformimit ton. Dhe ky është një proces hap pas hapi. Së pari, filloj me heqjen e veseve, zhveshjen e gjithçkaje që është e tepërt dhe që na mban peng. Më pas, fillon puna e vërtetë e formimit të një karakteri solid. Dhe faza finale, maja e malit, është arritja e atij vetkontrollit të plotë. Ky është momenti magjik, kur njeriu bëhet vërtet zoti i mendjes dhe i pasioneve të veta. Por, dua t'ju them diçka dhe duhet ta mbajmë mend mirë. Ky proces ndërtimi nuk ndodh kurrë, po kurrë brenda natës. Nuk ka formula magjike apo rrugë të shkurtra drejt përsosmërisë morale. Kërkon një durim të hekurt, pothuajse të pafundëm. Pse? Sepse ndërtimi i zakoneve të shëndosha morale është një punë e përditshme. Kërkon një vetdije të thellë në çdo hap që hedhim dhe, mbi të gjitha, kërkon shumë përulësi. Duhet të jemi të përulur aq sa për të pranuar se kemi gjithmonë hapësirë për t'u përmirësuar. Nëse shohim këtë në një nivel më të thellë shpirtëror, ajo që po bëjmë realisht me Dalton dhe Çekanin është orkestrimi i një tranzicioni të jashtëzakonshëm në jetën tonë. Shihni se si ndodh kalimi? Ne lëvizim nga i kaosi ynë i brendshëm fillestar drejt një harmonie të plotë. Ajo energjia që në fillim thyente gurin e ignorancës tani ndriçohet nga rrezet e dritës së dijes. Kjo na nxjerr ngadalë nga papërsoshmëritë tona bazike dhe na çon drejt një rafinimi të lartë moral. E thënë thjesht, ky është ai zgjimi i vërtet shpirtëror për të cilën të gjithë aspirojmë. Dhe kështu mbrim tek seksioni i fundit. Zeja e përjetshme, ndërtimi i tempullit të brendshëm. Ka disa të vërteta universale, le t'i quajmë aksioma thelbësore, që duhet patjetër t'i mbajmë si busull në këtë rrugtim. Besoj se e kemi bërë të qartë tashmë që kjo nuk është një punë verore apo një detyrë me kohë të kufizuar. Karakteri nuk mbin ashtu vetvetiu, si pema në pyll. Ai kërkon punë, kërkon djers. Dia duhet domosdoshmërisht të udhëheq çdo veprim. E vërteta e hidhur, por e bukur, është se nuk ka asnjë moment në jetë kur mund t'i lëm këto vegla mënjan dhe të themi, mbarova. Ne jemi arkitektët e karakterit ton. Është një përgjegjësi personale e pashmangshme, një detyrë e përjetshme dhe një barë që asnjë mik sa do i mirë nuk mund ta mbajë për ne. Dhe ky mendim na sjell tek vetë thelbi i të gjithë kësaj historie. E shikoni, struktura më e madhe, ajo më madhështore dhe më rezistente ndaj kohës që mund të shpresojmë ndonjëherë të ngrejmë gjatë jetës son, nuk ka të bëjë fare me beton, hekur apo gur fizik. Tempulli vërtet është ai i palikunduri, tempulli i virtytit moral. Kjo është një kështjellë e brendshme që ngrihet tull pas tulle fal disiplinës son të pandërprer, asaj dijes që e kërkojmë pa u lodhur dhe natyrisht vetkontrollit të përsosur. Në mbyllje të këtij shpjeguesi, ashtu siç bën çdo mjeshtër me nxënësin e tij në fund të ditës, dua t'ju lëm me një reflektim të heshtur. Tani që i njohim mirë këto mjete, atë forcën e papërmbajtshme të vullnetit dhe dritën e qartë të arsyes, si do t'i përdorim ato sapo të kthehemi në jetën e përditshme? Si do t'i përdorim për t'u dhënë formë sfidave që na presin? Çfarë forme do t'i jepni gurit tuaj të brendshëm sot? Mendojeni pak këtë.